تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ne bidhni Allahi Ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor, libri I besimit, Kitabul Iman, nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal el Imam Sheikh Rabia rahimahullah, dhe jemi te kapitulli Babu Bedjil Wahi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli fillimi I shpalljes të I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thon kapitulli fillimi I shpalljes të I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këtu ka përmend Imam Muslimi rahimahullah një hadith të gjatë, dhe po ashtu edhe disa hadithe që janë shtesë për këtë hadith, dhe një hadith tjetër po ashtu janë, domethënë realisht dy hadithe në këtë kapitull, në kapitullin fillimi I shpalljes të I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hadithi I parë thot Imam Muslim rahimahullah: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت. Këtu Imam Muslimi rahimahullah duke sjellë sinxhirin e hadithit deri te Urwa ibn Zubair, deri te tezja e tij Aisha radiallahu anha, sepse Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë tezja e Urwas, sepse nëna e Urwas radiallahu anhu ka qenë Esma radiallahu anha, bia e Abu Bekrit radiallahu anhu. Dhe këtu tezja e tij I tregon Urwas radiallahu anhu dhe rahima, I tregon domethënë për çështjen se si ka filluar shpallja, si ishin ato fillimet të shpalljes, domethënë atë I dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe thot: "Kana awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm." Domethënë fillimi I shpalljes filloi me ajo ëndra e vërtet, gjatë gjumit që e shihte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Dhe kështu domethënë në fillim të shpalljes nuk ndodhte që pejgamberi alayhi salatu wassalam me pa ëndër, për vetëm se ajo të nesërmen ose realizoheshe domethënë qartë si drita e agimit. Domethënë ëndrat që I shihte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato realizoheshin në identikisht, domethënë në atë mënyrë si kishte pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjumit. Kjo ishte faza ose periudha e parë. Thot Imam Uthejmini rahimahullah se kjo faza e parë ose periudha e parë ka filluar domethënë në muajin Rabiul Awwal. Edhe ka zgjat 6 muaj, se janë ato 46 pjesë të profecisë. Për 23 vite domethënë që ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam da'wa, 23 vite të ndajtura pjesëtim për 2 domethënë janë 46 pjesë. Kjo është një pjesë e 46 pjesëve. Që pjesa e parë domethënë 6 muaj ka zgjatur dhe ka qenë domethënë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pasur diçka në ëndër dhe ajo është realizuar plotësisht ashtu siç e ka parë ëndrën. Dhe kjo ka filluar, thot Imam Uthejmini rahimahullah, në muajin domethënë Rabiul Awwal. Edhe nëse I llogarisim tash muajt prej Rabiul Awwal deri në Ramazan,
që është domethënë aty zbritja e Xhibrilit alayhi salatu wasalam në shpellën e Hiras, janë domethënë 6 muaj. Janë 6 muaj. Kjo ishte e para. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala. Pastaj ju bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dashur vetmia. Largoheshte domethënë prej njerëzve. Qëndronte larg, shkaku i asaj gjendjes që ishin ata. Gjendja e që mbizotronte në shoqërinë domethënë e atëhershme, shirku, padrejësia, shtypja e kështu me radhë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam largoheshte dhe qëndronte vetë. Fa kana yakhlu bi ghari Hira yatahannath fihi. Pra, një farë lloj domethënë izolim dhe ktheheshte dhe qëndronte domethënë në shpellën e Hiras. Qëndronte pejgamberi alayhi salatu wasalam për ditë të tëra. Yatahannathu fihi. Dhe thotë Zuhri yatahannath ay at-ta'abbud. Domethënë bënte ibadet. Bënte ibadet domethënë nuk përmendet këtu, dhe thot Imam Uthemini rahimahullah, se nuk përmendet këtu mënyra e ibadetit, se çfarë lloj adhurimesh ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala. A janë këtu domethënë tesbih, lartmadhërim për Allahu subhanahu wa taala, a është domethënë tahlil, a janë domethënë gjëra tjera, domethënë nuk përmendet. Prandaj, masi që nuk është përmendur lloji i ibadetit, atëherë ndalemi domethënë. S'ka nevojë domethënë me u fut, me hulumtu, me u fellu, kur që nga fillim domethënë nuk është përmendur këtu mënyra domethënë e atyrve adhurimeve. Edhe realiteti është se thotë edhe Imam Uthemini rahimahullah se Aisha radiallahu anha nuk e ka përjetuar fillimin e shpalljes. Ajo ka qenë e vogël. Edhe ndoshta nëse shohim domethënë nga aspekti i fillimit të shpalljes, as nuk ka qenë e lindur atëherë ajo. Po e tregon domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nuk e përmend se këtë ja ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kurse realiteti është nuk ka mundësi vetëm se ai të ketë informuar dhe të ja ketë transmetuar domethënë fillimin dhe ndodhit e para. Sa ajo domethënë ka qenë, ose duket se as ka qenë e lindur këtu, por është mjaftu me atë domethënë thotë Sheikh Uthemini rahimullah që është e patjetërsueshme dhe e njohur. Është e patjetërsueshme që nga ku me marr ajo këto informata për vetën se nga bashkëshorti i saj, i cili është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, domethënë vazhdon Aisha radiallahu anha, dhe kjo yatahannath, fjala yatahannath, Imam Zuhri rahimahullah e ka shpjegu këtu yatahannath at-ta'abbud, domethënë ka bërë aty adhurim pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala. Fjala at-tahannuth në arabisht e ka kuptimin el-ithm, mëkat. Et-tahannuth në arabisht është mëkat, el-ithmu. Po si ka mundësi tash ky dietar i madh, Muhammed ibn Shihab az-Zuhri, domethënë e shpjegon se kjo nuk është domethënë et-tahannuth, et-ta'abbud nga fjala e Aishës radiallahu anha, por është shpjegimi i Imam Zuhriut rahimahullah për fjalën e tahannuth, që me e pa nga aspekti gjuhësor e ka kuptimin mëkat. Do të thonë bënte mëkate aty. Jo, këtu është për qëllim yatahannath pikërisht e kundërta e mëkateve, do të thonë larg mëkateve. Kundrështimin ndaj mëkateve, distancimin prej mëkateve. Kjo është kuptimi domethënë. Prandaj sa shikoni nevojën e madhe, sa nevojë ka domethënë njeriu që mi kuptu tekstet fetare
ashtu si që i kuptojnë dietarët, jo ti vetë, edhe në bazë kompetencave gjuhësore. Nuk mjafton kjo. Patjetër duhet kthehesh domethënë te dietarët. Prandaj Imam Zuhri rahimahullah e ka përmend edhe në transmetim, edhe pastaj më vonë imamllarët që kanë transmetuar këtë hadith për Imam Zuhriut rahimahullah e kanë vazhduar duke e transmetuar edhe këtë fjalë dhe këtë shpjegim që mos keq kuptojnë njerëzit më vonë. Sidomos kur fillon të humbet dia ose të paksohet dia, domethënë, dhe të paksohet kuptimi, dhe të përhapet domethënë në ignoranca. Pra domethënë këtu yatahannath ay at-ta'abbud al-layali al-ulat al-adad qabla an yarji' ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik. Domethënë qëndronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditë të tëra në shpellën Hira. Dhe thot Imam Fauzani hafidhahullah se pozicioni gjeografik të shpellës Hira është domethënë kur qëndron njeriu lart ose aty domethënë te shpella Hira e ka përpara Çabën. Do thonë nga aty sipër lart domethënë duket Çabja. Dhe thot po ashtu Imam Uthemini rahimahullah që kohëzgjatja që njeriu të ngjitet lart te shpella Hira zgjat parafërsisht për një njeri në moshë të re rreth 45 minuta. Rreth domethënë 45 minuta. Pra domethënë qëndronte me ditë të tëra. Pastaj kthehesh te pejgamberi alayhi salatu wasallam te familja e tij dhe pra përgatiteshte me furnizim që të kthehet domethënë te shpella domethënë Hira. E kështu vazhdoi domethënë hatta faji'ahu al-haqq wa huwa fi ghar Hira. Kështu vazhdoi situata her pas her, derisa i erdhi e vërteta. Edhe thot Sheikh Uthemini rahimahullah, kjo pjesa e shpalljes, pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e kishte në mendje, nuk e kishte në llogari, as nuk e kishte ide fare se ka më ardh atit në atë vend shpallje. Ai thjesht domethënë largoheshte prej njerëzve dhe prej veprimeve të tyre që ishin të zhytur në shirkijat. Dhe ai domethënë kishte urrëtie për ato vepra të ndyta. A kupton, domethënë nuk kishte një gjë që ai bënte llogarie dhe ndoshta tash, ndoshta kësaj radhe ka më marr dikush. Jo, se kishte fare ide. Nuk ekzistonte askund. Derisa domethënë i erdhi e vërteta dhe ai ishte domethënë në shpellën Hira. Fa ja'ahu al-malak. I erdhi melaçja, domethënë Xhibrili alayhi salatu wassalam. Fa qal iqra. Dhe i tha dhe urdhëroi, lexo. Fa qal ma ana biqarin. Unë nuk di të lexoj. Ma ana biqarin, unë nuk di të lexoj. Kjo thot Imam Uthemini rahimahullah te pjesa kjo ma ana biqarin, dikush mundet me kuptu ose me keq kuptu, do më thonë se ndoshta i kundërshtohet urdhrit për me lexu. Do më thonë, kuptimi nuk dua të lexoj. Nuk është kjo e sakt. E sakta është që pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka ditë me lexu. Nuk ka ditë domethënë me lexu dhe kjo ka qenë në pjesën e madhe të njerëzit në atë kohë, në atë vend, siç e përmend Sheikh Rabia rahimahullah. Edhe do i shohim dallimin aty te Waraq ibn Nawfal që do përmendet tash. Pra, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, vazhdon domethënë fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Atëherë ai engjulli, ai meleku i fuqishëm, shumë i fuqishëm, më kapi dhe më shtrengoi fort, derisa arriti kufiri e fuqisë sime, domethënë. Edhe thot Sheikh Rabia rahimullah, kjo shtrëngimi i fort është domethënë para përgatitje. Do më thonë që të kesh kujdes se çka do të shpallet ty tash, çka do vijojnë do më thonë, me u përshëndru.
Faqal iqra, për zdyti i thot Gjibrili alayhi salatu wassalam, faqultu ma ana biqarin, unë nuk di të lexoj. Fa akhadhani fa ghattani ath-thaniyata hatta balagha minni al-jahd. Prap më kapi dhe më shtrengoi për zdyti, derisa arriti domethënë në kufiri i fuqisë sime dhe më lishoi prap. Thumma arsalani faqal iqra. Do thonë për streti. Fakultu ma ana biqarin. Edhe duhet pak ta imagjinoni barakallahu fikum kjo situatë. Edhe do e shohim tash, do më thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam u tremb, sa që do më thonë trupi i dridheshte. Sepse përjeton do më thonë diçka pa prit mazi. Në atë vend do më thonë ku s'ka asnjë njeri. S'ka asnjë njeri do më thonë qetësi e plot. Edhe përjeton do më thonë shtrengime të tilla. Atëherë, për streti kur e ka lishuar, thumma arsalani faqal iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që e mësoi njeriu të shkruaj me pend, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Fa raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Dhe me këto ajete të shpallura, me këto 5 ajete të shpallura nga suratul Alaq, u kthye pejgamberi alayhi salatu wasallam në shtëpinë e tij, ndërsa rrugës i dridheshte trupi. Hatta dakhala ala Khatija. Dhe derisa hyri në shtëpinë e tij te bashkëshortja e tij Khatija radhiyallahu anha, faqal zammiluni fazamalu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Pra u tha do më thonë familjarëve të tij, Khatijës radhiyallahu anha, më mbuloni. Edhe ata e mbuluan derisa i u largua frika. Do më thonë frika. Thumma qala li Khatija. E në kjo tregon do më thonë mendje prehtësin e Khatijës radhiyallahu anha. Menqurin që ajo nuk e shqesonte edhe ma shumë. Çka po ndodhi me ty, qysh je bo kështu, se gratë sot janë kështu. Ai ktheti shqetësum, gjithë ditën në punë, i lodhur, ndoshta ka pas edhe në punë fërkime, probleme, ajo tash ja çan kokën edhe ma shumë. Kjo është ta ngratë e pejgamberëve. Nuk e shqetësoj, thjesht e bëri atë çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e la ashtu, do të thonë derisa ai vetë qetësohet, edhe ka me fillu vetë, edhe kjo tregon që ajo e dinte do të thonë ajo se ata e kishin atë harmoni në bashkëjetesën e tyre, e dinte do të thonë pasi të qetësohet, ai ka më kallëzuar asaj se çka i ka ndodhur. Se e kishin atë afrimitetin të jashtëzakonshëm. Sa që thot Aisha radhiyallahu anha, e cila është transmetuesja e kësaj historisë dhe fillimit madhështor, fillimi i dritës, fillimi i jetës për zemrat dhe shpirtrat, fillimi i dritës së tauhidit. Edhe këtu shikoni iqra bismi rabbika alladhi khalaq, njerë përmende thot Imam Uthejmini rahimullah, ilm dhe leximi, se ajo është më parsor aula min el jasad, edhe preqeshjes së trupit dhe krijimit të trupit të. Çështja e do më thonë e dijes. Atëherë kur u qetësua pejgamberi alayhi salatu wassalam, faqal ej Khatija mali, o Khatija, çfarë po më ndodh mua? Edhe duhet pak me imagjinu barakallahu fikum këtë situatë, këtë fillim që ne sot ta gëzojmë këtë islam. Ky islam që të çon në xhennet,
Ky islam që të çon xhenet, ta fitosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Këtu është fillimi. Wa akhbaraha al-khabar. Dhe ja transmetoi dhe ja tregoi Hatixhës radhiyallahu anha se çka i ndodhi pejgamberit alayhi salatu wassalam në shpellën e Hiras. Qal laqad khashitu ala nafsi. Do më thonë kam pasur frikë për vetën time. Thot Shekh Rabia rahimahullah, këtu kam pasur frikë për vetën time, kuptimi është kam pasur frikë se ndoshta nuk do jemi gatshëm me marrë atë përgjegjësi. Kurse Imam Uthejmini rahimullah thot në shpjegimin e tij, kam pas frikë nga vdekja, do më thonë, prej shtrëngimeve aq të forta, sa që kam mendu do më dalë shpirti. Dhe thot po ashtu Imam Uthejmini rahimullah, kam pas frikë për vetën time, sa do më thonë mos më shkojnë logjika, të më largoj do më thonë për ato shtrëngimeve të forta, ta hub do më thonë logjikën, se një gjë e tillë nuk kishte përjetu asnjëherë, shtrëngime të tilla dhe një ballafaqim të tillë, që ishte jashtë normave njerëzore, sepse ai nuk ishte njeri që e shtrengonte. Ishte Xhibrili alayhi salatu wassalam, që është përshkruar në Kur'an me fuqi të madhe. Ja tregoj, edhe i tha se kam pas frikë për vetën time. Atër qalet lehu Hatixha radhiyallahu anha. Atër i tha Hatixha radhiyallahu anha, kella abshir. Jo për kundrazi, përgëzohu, myshde për ty. Edhe thot Imam Uthejmini rahimahullah, shikoni prap mendje prehësin e Hatixhas radhiyallahu anha, i jep këtu do më thonë, e para nefjun, e dyta ithbat. Nefjun do më thonë mohim se nuk do të ndodh ty diçka që të shqetëson dhe të dëmton. Kjo nuk ka me qenë për ty një dëmtim ose një poshtrim. Epshir, myshde, lajmë të mirë për ty. Edhe kjo tregon do thonë me vërtet largpamësinë dhe mençurinë e kësaj gruaje radhiyallahu anha. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Allahu nuk do të pështroj ty asnjëherë kur. Wallahi innaka la tasilu rahim. Ti i mirëmban lidhjet farefisnore, wa tasduqul hadith, dhe e flet gjithmonë të vërtetën. Edhe shikoni barakallahu fikum se bashkëshortja, ajo që e ndan me ty shtratin për vite të tëra, të njeh ty ma mirë se gjithë njerëzit e jashtë. Edhe ajo, pas gjithë ato vite martesë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, se nëse e zëjmë do më thonë që pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur është martuar me Hatixhën radhiyallahu anha ka pas 25 vite, kur ka ardhur shpallja i ka pas 40 vjet, do thotë do më thonë në 15 vite. Nuk ka do më thonë 15 ditë ose 15 muaj që mundë njeriu me shfaq maska dhe sene të ndryshme. 15 vjet. Mas 15 vite ja thot Hatixha radhiyallahu anha këto fjalë: innaka la tasilu rahim. Ti i mirëmban lidhjet farefisnore. Wa tasduqul hadith, dhe gjithmonë jetu e flet të vërtetën. Wa tahmilul kal, dhe i ndihmon të pafuqishmit. Wa taksibul ma'dum, dhe u jep atyre që nuk kanë. Wa taqri'u ad-dayf, dhe nderon mysafirin. Wa tu'inu ala nawabil haq, dhe u del në ndihëm njerëzve kur kanë sprov. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة. Dhe shkoi Hatixha radhiyallahu anha bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam te kushuriri i saj, Waraka ibn Naufal radhiyallahu anhu. Edhe kjo tregon barakallahu fikum prap me shku do më thonë te njerëz që kanë kompetenca. Jo me shku kush të del përpara jashtë, edhe hajde ta pyesun kët.
Do më thonë, edhe para islamit, shikoni të Arabë çfarë mençuri kanë pas. Edhe nëse është gjendja e kësaj gruaje, si ka qenë atër pejgamberi alayhi salatu wasalam, si ka qenë Abu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Uthmani radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, e kështu me radhë sahabët ridwanullahi alejhim. Shkoj do më thonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam te Waraq ibn Nawfal, wa huwa ibn ammi Khatija akhi abiha, wa kana imra'an tanassara fil jahiliya. Do më thonë, ky Waraq ibn Nawfal ishte një njeri, një person i cili do më thonë në kohën e jahilietit ishte bërë krishter. Do më thonë, ishte konvertuar në fen krishtere. Edhe wa kana yaktubu al-kitaba al-arabi. Këtu do më thonë, kana yaktubu al-kitaba al-arabi, do më thonë, dinte me shkrujt në arabisht. Që thotë Shekh Rabia rahimullah se nuk ka qenë e zakonshme kjo për të gjithë. Kana yaktubu al-kitaba al-arabi wa yaktubu min al-injil bil-arabia ma sha Allah yaktub. Dhe po ashtu do më thonë edhe përkthente nga injili në gjuhën arabe. Aq sa deshti Allahu subhanahu wa taala. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya. Dhe ishte njëri i shtyr në mosh. Dhe e kishte humbur shikimin. E kishte humbur do më thonë shikimin. Faqala lahu Khatija ej am. Dhe i tha Khatija radiallahu anha atid Waraqas radiallahu anhu, o gjaq. O gjaq. Po si ka mundësi njerë thamë në kushuriri i saj, tash i thot ajo ja am, o gjaq. Kurse e ka kushuri. Thot Imam Uthemini rahimullah. Realiteti, nga aspekti i realitetit, ajo është kushuriri i saj. Kurse nga aspekti i nderimit dhe respektit, ajo është xhaxha i saj. Pse? Se ka qenë më i madh në moshë. Dhe kjo ka qenë te Arabt dhe të tjerë, thotë Shekh Rabia, po ashtu ekziston që njeriu t'i drejtohet dikujt që është më i madh se ai në moshë me xhax. Te ne në fshat e thonë, kur i thosh ti dikujt domethënë që është në moshë më e madhe se ti edhe i drejtohesh me emrin, i thonë ti se ke kry me të ushtrin. Ti se ke kry, se ke bën me të ushtrin që ti drejtohesh me emër atit. Është në formë pa respekti domethënë. Që aha, po e patë moshatar, po thuja emrin. Ama ajo është më i madh se ti, duhet atëherë domethënë prej respektit dosh më thon o xhax. Edhe kjo ka ekzistuar. Domethënë megjithatë që e kishte kushuri, po ai ishte më i madh në moshë se Khatijja radiallahu anha, atëherë i tha domethënë ja am, o xhaxha. Isma' min ibni akhik. Dëgjo domethënë birin e vllajt tënd. Dëgjo birin e vllajt tënd. Këtu prap Waraqa ibn Nawfal radiallahu anhu nuk ka qenë domethënë xhaxha i pejgamberit alayhi salatu wasalam, respektivisht vllai i babait të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që mi thënë dëgjo domethënë nga biri i vllajt tënd. Këtu kuptimi është nga biri i vllajt tënd domethënë nga aspekti njerëzor domethënë. Se nga domethënë e kanë preardhjen njerëzit. E sidomos domethënë kur jetojnë në një qytet aty afër dhe do shanë edhe kojshi. Qala Waraq ibn Nawfal, atëherë i tha ja ibn akhi, o biri i vllajt tim, domethënë madha tara, çfarë ke pa? Çfarë ke përjetu? Atëherë fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam të gjithë historinë ja tregoi nga fillimi deri në fund se çka i ndodhi në shpellën e Hiras. Masi që e dëgjoi Waraq ibn Nawfal ngjarjen të plot nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë i tha: "Hadha an-namus alladhi unzila ala Musa sallallahu alaihi wasallam." Ky është namusi i cili i uzbritte po ashtu edhe Musait alayhi salatu wasalam. Hadha an-namus i cili i vike domethënë i zbritte po ashtu edhe Musait alayhi salatu wasalam. An-namus, thot Sheikh Rabia rahimahullah, an-namus
është, kuptimi është domethënë mbartësi i sekreteve të mira. Kurse e gjasus, mbartësi i sekreteve të këqija. Kjo është dallimi gjasus, shpion domethënë, spion, mbartësi i sekreteve të këqija. Kurse e namus, mbartësi i sekreteve i lajmeve të mira. Dhe pa dyshim se ai mban lajme të mira, se vjen me shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, që u shpallet pejgamberve dhe të dërguarve të Allahu subhanahu wa ta'ala, që është jetë për njerëzit dhe për njerëzimin, dhe shpëtim dhe lumturi. Edhe i thot Waraka, kur e kuptoi Waraka ibn Naufel se ky është pejgamber, Waraka ibn Naufel e kuptoi aty në vend se përballë ti qëndron një pejgamber për pejgamberëve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë i thot, ja lejteni fiha jad'an, ja lejteni yakunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum. Qala Waraqa radiyallahu anhu, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya, wa in yudrikani yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran. Waraqa radiyallahu anhu i tha, sikur të isha i ri e i fort. Sikur të isha i ri e i fort, sikur të isha gjallë, kur populli yt do të dëboj. Do të dëbojnë, do të largojnë, do më thonë. Edhe thot Shekhu Themini rahimullah, kjo nuk ka qenë prej tiparëve të arabëve, me i dëbu njerëzit dhe me i qitë jashtë. Por këtu ka arritur përplasja dhe ballafaqimi dhe urrejtja nga ana e tyre në kulminacion, sa që edhe njeriu e vet prej preardhjes së tynve me dëbu, me qit. Edhe shikoni, thot, sikur të isha i ri dhe i fort. Që do thot, kur është njeriu i ri dhe është edhe i fort, ka fuqi. Kur ballafaqohet, thot Shekh Rabia rahimahullah, tauhidi me shirkun, kur do të ballafaqohet ato ditët e lulëzimit, kur do të ballafaqohet imani me kufrin, drejtësia me padrejtësinë, këtu kërkon domethënë qëndrueshmëri me qëndru. Prandaj ai që është më i ri duhet më shumë me qëndru dhe ka më shumë fuqi. Ky thot, sikur të isha i ri në ato ditët kur do përhapet, kur do fillojnë të përhapet publikisht ky islam, që të ka ardhur ty tash. Atëherë, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e dëgjoi domethënë këtë pjesën e fundit, sikur të isha i gjallë, kur populli yt do të dëboj, atëherë u çudit pejgamberi alayhi salatu wasalam. A mos valla ata do më dëbojnë, do më largojnë prej Mekë? Atër i thot Waraqa radiallahu anhu, po, askush nuk ka ardhur do njëherë me atë që ke ardhur ti, do më thonë, a e dinte qartë ju bo se ati ti ka ardhur shpallje. Veç se është armiqësuar. Nëse ari atë ditët e lulëzimit dhe përhapjes së islamit, do të ndihmoj me një ndihën të fuqishme. Do me thonë, kur të bohet e qartë e vërteta, duhet me fuqi me mbrojt vërtetën. Jo si gjenaze të vdekme, dhe si pacient duke qenë i vdekur aty. Edhe thoshin, unë isha kështu. Shikoni, do me thonë, kur të bohet e qartë, ansuruke nasran mu'azzaran. Do me thonë, me qëndru aty për balë shirkut dhe kufrit. Kjo është, më thonë, rruga e sahabëve, dhe Waraq ibn Naufel, sipas mendimin më të saktë të dietarëve, është sahabi. Këtë e thot këtu Shekh Rabia, e thot Imam Uthejmini rahimahullah, dhe para atyre ka thënë Ibn Hajar el Asqalani e shumë të tjerë.
Se ajo është tu që i besoj, amena rajul, thot Shekh Rabia. Ky njeri i besoj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe thot Shekh Uthaymin rahimullah, prej kushteve me qenë sahabi, me e taku pejgamberin alayhi salatu wassalam, me i besu dhe me vdek në atë gjendje, ai plotësoi këto kushte. Prandaj themi radhiyallahu anhu për Waraq ibn Nawfal. Pra do më thënë, jo me pas dëshirë, edhe jo me pret, jo po pret me pa kush që fiton tash betejën, edhe pastaj edhe unë isha me ju, edhe unë kisha kështu mendimin, edhe ne e dishim kështu, edhe ne ishim ashtu. Kur ishin ato fillimet, nasran muazzaran, po ti mundesh me pretendu ja Abdullah, se po ta kisha arritur unë pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe unë kisha bo të njëjtën sa që ja tha Waraqa. Mirë, sot nuk është i gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam, por suneti i tij është i pranishëm sot. A e keti këtë bindje dhe këtë vendosmëri dhe këtë guxim kur preket suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam? Kur preken kufit Allahu subhanahu wa taala, a e keti këtë nasran muazzaran me bo? Ose fshehesh pas ekraneve, pas shtyllave, pas njerëzve? Nasran muazzaran, do të ndihmoj, jo vetëm ndihem, në mënyrë të fuqishme, në mënyrë të fuqishme, do të qëndroj pranë teje. Edhe hadithi i dytë, që është hadithi i Jabir radiallahu anhu, ku thot Imam Muslimi rahimullah, wa kana Jabir min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Do më thonë se si që përmendet do më thonë të këto hadithe këtu edhe të këto rivajete, pas kësaj ndodhisë së parë te kodrat e mali në shpellën Hiras aty, pas kësaj kishte shpallja ndërprerje një periudhë. Nuk i vinte më shpallje pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe kjo e mërzitte pejgamberin alayhi salatu wasallam. Pas kësaj do më thonë, pati ndërprerje dhe një ditë prej ditëve, duke ecur pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka dëgju një zë, do më thonë, nga qielli. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur e çova kokën lart, fa idha al malaku alladhi ja'ani bi Hira. Atëherë pash ishte ai meleku i cili më erdhi në shpellën e Hiras. Ishte i ulur mbi një fron midis qiellit dhe tokës. Atëherë prap thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, më pushtoi frika. Edhe u ktheva do më thonë prapë në shtëpi dhe u thash atyve do më thonë me mbështjell ose me mbulu. Edhe prapë e veprun, e këtu i erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam, shpallja do më thonë edhe këtu, thumma tataba al-wahi. Prej këtu do më thonë vazhdoi do më thonë të zbret shpallja një pas tjetrës, do më thonë në mënyrë të rrjedhshme. Edhe ishin ajetet ato do më thonë o ti i mbështjell me rob, qohu dhe paralemro. Madhëroj Zotin tënd, pastroj robat e tua, largoju papastërtisë së idhujve. Edhe thot që Uthemini rahimullah, me iqra bismi rabbike alladhi khalaq u bo pejgamber. Muhamedi alayhi salatu wasalam me iqra u bo pejgamber. Kurse me ja ejuhel muddathir u bo do më thonë i dërguar. Kjo është dallimi. Me iqra u bo pejgamber. Me ja ejuhel muddathir u bo do më thonë u bo i dërguar, u bo rasul. U bo do më thonë rasul.
Këtë pjesë nuk e arriti Waraq ibn Naufel, domethënë kur ju shpall pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja ayyuhal mudaththir, nuk e arriti domethënë këtë periudhë, por mas një kohë vdiq Waraqa radiallahu anhu. Këtu përmendet e disa rivajete, ku përmend Xhabiri radiallahu anhu se gjë e parë e cila jo shpallur pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe përmend ja ayyuhal mudaththir. Kurse hadithi Aishas radiallahu anha flet domethënë se ajeti i parë ose ajetet e para domethënë ishin nga suratul Alaq e jo Mudaththir. Si bashkohen këto? Thot Imam Uthaymin rahimahullah, bashkimi është shumë i lehtë. Aisha radiallahu anha flet domethënë me të vërtet për fillimin. Kurse Xhabiri radiallahu anhu flet për fillimin pas ndërprerjes. E kuptut? Xhabiri, qëllimi i Xhabirit radiallahu anhu është për fillimin e dytë, si me thënë. Fillimi pas ndërprerjes, që pati një periudhë ndërprerje dhe pastaj kur vazhdoi domethënë shpallja, për këtë periudhë është të fol Xhabiri radiallahu anhu. Kurse Aisha radiallahu anha është të fol domethënë me vërtet fillimi. Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah se këto fjalë qetësuese, edhe kjo ka një sens tjetër, domethënë që i kur thot Hatixha radiallahu anha ti mirë mban lidhjet farefisnore, e flet gjithmonë të vërtetën. Domethënë thot Sheikh Uthaymin rahimahullah se pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk jo shkapur asnjëherë në jetën e tij të ketë gënjy. Asnjëherë. Që mos të njolloset, që të vinë pastaj armiqtë e Islamit edhe me thënë, jo, po ai ishte gënjeshtar, e tash u bë pejgamber i dërguar. Jo, edhe në kohën e xahiliyetit e dishin se është njëri domethënë besnik dhe thot vetëm të vërtetën. Edhe këtë e dinte më së miri bashkëshortja e tij, që jetonte bashkë me të. E ndihmon domethënë të pafuqishmin, u jep atynve që s'kan, e nderon musafirin dhe u ndihmon njerëzve gjatë provave. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, subhanallah, thot Sheikhu, sikur këta vepra madhështore ishin të pranishëm në kohën e xahiliyetit, para shpalljes. Edhe wallahu a'lam, thot Sheikh Rabia, ka mundësi që këta janë prej moraleve që kanë mbetur domethënë prej fesë së Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Janë prej çështjeve domethënë që kanë mbetur prej fesë së Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Edhe kur njeriu është i tillë, domethënë i ka këto morale të larta, që u përmendën tash disa herë këtu. Atëherë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e poshtron këtë njeri, nuk e humb këtë njeri. Edhe tash, si ka mundësi që, do më thonë, a është e logjikës dhe e drejtësisë, edhe ne flasim për ajo që duket, që shpjeguesi i këtij librit këtu, Sheikh Rabia rahimullah, që gjatë gjithë jetës së tij, me qenë ai i cili ka zbuluar kokat e bidatit, edhe në fund të jetës së tij, me ardh disa njerëz të rinë në moshë dhe me mashtru, edhe me deviju. A është kjo faktura që njeriu me bot gjihad 40, 50, 60 vite, edhe në fund të mashtrohet, se kështu e kishin ata. E ka mashtru Arafati, e ka mashtru tjetri. A pranohet kjo? Barakallahu fikum. Prandaj kur njeriu është
me këto morale, me këto cilësi dhe njëri është i sinqert me Allahun subhanahu wa taala, Allahu taala nuk e hup atë person. Edhe këtu ja përmendi këto Hatixha radiallahu anha si inkurajim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Sheikh Rabia rahimullah, se Arabt kanë pas disa ibadete, do më thonë, që i kanë bërë haxhi, tavafin, itikafin, zotimin, do më thonë, këto ibadete që ata i afroheshin me to Allahu subhanahu wa ta'ala. Por kishin edhe ibadete tjera ku i bëjshin Allahu subhanahu wa ta'ala shirk. Dhe prej këtu janë quajtur mushrik. Pse? Se kanë bo disa ibadete për Allahun subhanahu wa ta'ala, por në ibadete tjera kanë bo ortakri me krijesat. Edhe janë quajtur, do më thonë, në mushrikun. Edhe thot Sheikh Rabia, është prej ligjit të Allahu subhanahu wa ta'ala, se ai i cili i bën këto vepra, mirëmbajtja lidhjeve farefisnore, nderimi i musafirit, ndihma e të pafuqishmeve dhe kështu me radhë, se është prej ligjit të Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i bën dikush këto vepra të bukura dhe të mira, që Allahu ta'ala atë njeri mos me lënë të humbet dhe të poshtrohet. Por edhe është, thot Sheikh Rabia prap, prej ligjit të Allahu subhanahu wa ta'ala, në lidhje do më thonë me pejgambert e ti, që ato në rrugën e tyre të thirrjes për në tauhid, që pa tjetër do më thonë të dëmtohen ato, të ndodhin atyre dëme, bile ju ktelun të vriten, edhe të dëbohen prej vendbanimeve të tyre, nga vendlindjeve të tyre, do më thonë. Se edhe kështu, si ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala për popullin e Shuaibit, që kanë thonë, la nukhrijannaka ya Shuaibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. I kanë thonë, do më thonë, o Shuaib, ty dhe ata që kanë besuar me ty, do u dëbojmë, do u nxjerrim nga qyteti ynë, ose do kthehenin në fenë e baballarëve tanë. Qal awalau kunna karihin, edhe pse ne kemi urrejtje për atë fenë e shirkut, do e boni këtë, me zort me na shty në shirk? Kjo është, do më thonë, që pa tjetër, këto me i nxjerr, do më thonë, nuk i ka ndodhur vetëm pejgamberit alayhi salatu, po edhe pejgamberëve të tjerë më herët, që të dëbohen prej vendeve të tyre. Sepse njerëzit e batilit, kur nuk kanë argumente me u ballafaqu me njerëzit e argumentit, atëherë zgjedhin ata forcën dhe fuqinë dhe pushtetin që e kanë. Kjo është, domethënë. Kjo është, edhe është e njëjta gjë ehlul batil. Min ehlil bid'a, bidatçit, janë bidatçit. Ata s'kan fuqinë me u ballafaqu me selefit. E provon disa e hangrën. Atëherë marrin masa tjera. Me Imam Ahmedin rahimullah, çka ndodhi? Kur panë se s'munden me argumente, si Imam Ahmed rahimullah thoshte aja. Ayatun au hadith. Unë kërkoj për juve një ajet ose një hadith që është i saktë, edhe ta them atë fjalë që ju e theni. Ata e shihshin njërin tjetrin, s'ka ajet, as hadith, edhe çka zgjodhen ata? Zgjodhen kam gjikun, zgjodhen rahjen. Kjo është menhejul anbiya fi da'wati ila Allah. Edhe Shuaib, la nukhrijannaka ya Shuaib. Edhe kjo, la nukhrijannak, do më thonë me vendosmëri, pa tjetër, do të nxjerrim prej vendit tonë. Prej vendin ku ke lind ndoshta, edhe ku ke banu tër jetën. Po njeriu e ka më parsor fenë e tij se sa vendin e ku ka lind edhe ku ka jetuar dhe ku ka ndërtu. Feja është më parsore. Me atë fe do hysh në xhennet biidhnillahi taala. Ato shtëpiat që ke bën dunja, ato kalojnë. Ato nuk të bëjnë dobi ditën e kiametit.
Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah, fa'arafa annahu nabiyyun wa amana bih. Do thonë e kuptoi Waraq ibn Nawfal radhiyallahu anhu se ajo është pejgamber dhe i besoi. Prandaj kur vjen e vërteta dhe kupton se është e vërteta, mos ëndro shumë, mos ëndro. Se shejtani vjen pastaj. Vezveset e shejtanit vijnë me të largu. Fa amana bi, i besoi dhe kishte shpresë të jetë i gjallë kur do jenë ato ballafaqimet, thot Sheikh Rabia, dhe përballjet mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes kufrit dhe imanit, që ai me qëndru pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam, me një mauqif qawi, me një qëndrim të fuqishëm, jo si gjysma i vdekët. Edhe pastaj dhe unë isha. Tash, sa kishe ezani? Ka hy. Po tamam, ka dhe disa dobi, po inshallah në mësimin e radhës do i përmendim, mjaftojmë me kaq. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.